Teksa prej 17 ditësh qytetarët protestojnë çdo mbrëmje në Tiranë dhe kërkojnë dorëheqjen e tij, Edi Rama duket se nuk ka mundur të shpëtojë kundërshtarëve as gjatë vizitës në Gjermani. Kryeministri shqiptar është përballur me protestuesit shqiptar në Berlin, ku kishte udhëtuar për të marrë pjesë në konferencën vjetore të Komisionit të Bllokut Lindor. Pamjet e publikuara tregojnë momentin kur Rama del nga aktiviteti dhe drejtohet drejt automjetit të tij, ndërsa përballet me thirrje dhe akuza nga protestuesit e pranishëm. Edi Rama u tradhtar i jep dorëheqjen sa më parë. Dëgohet të tërrasin protestuesit, mes tyre patje dhe thirrje të tjera që lidhen me protestën që po zhvillohet në Shqipëri. Turp, anulo projektin, anulo ligjin, ishin disa nga mesazhet që ju drejtuan kryeministrit, teksa ai largohej nga aktiviteti. Në pamjet shihet se Rama nuk është ndalur për të komunikuar me protestuesit, ai ka përshëndetur me dorë dhe më pas është futur në automjetin që e priste jashtë godinës. Kryeministri Edi Rama ishte i ftuar deri në konferencën vjetore të Komisionit të Bllokut Lindor që u zhvillua në Berlin. Gjatë fjalës së tij, Rama u ndal tek sfidat që lidhen me sulmet kibernetike dhe përhapjen e dezinformatave, duke theksuar se Shqipëria ka qenë një nga vendet e prekura nga këto fenomene. Sipas Ramos, përhapja e informacionit të pavërtet ka ndikuar në krijimin e pakënaqësive dhe tensioneve në opinionin publik. Rama tha se dezinformimi ka nxitur pakënaqësi të mëdha në publik, ndërsa theksoi se ky fenomen nuk është vetëm shqiptar, por një problem që prek të gjithë Europën dhe botën. Rama u shpreh se ata që nxisin liçime digjitale do të humbasin herët avon. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar Eric Wend si ambasadorin e ri amerikan në Shqipëri. Kandidatura e tij mori miratimin përfundimtar me 51 vota pro dhe 47 kundër në seancën plenare të Senatit, duke i hapur rrugën marrjes së detyrës diplomatike në Tiranë. Votimi i përfundimtar vjen pasi kandidatura e Wend kishte kaluar më herët me sukses edhe në Komitetin për Punët e Jashtme të Senatit, ku siguroi mbështetjen e shumicës së anëtarëve. Me këtë vendim përfundon e gjithë procedura institucionale e konfirmimit dhe pritet që ai të nisë zyrtarisht detyrën në ditët në vijim, sipas afateve të përcaktuara nga administrata amerikane. Emrimi i ambasadorit të ri po ndiqet me interes në Shqipëri, veçanërisht në një periudhë kur vendi përballet me sfida që lidhen me sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe avancimin e reformave institucionale. Rikthimi i një ambasadori të plotfuqishëm amerikan në Tiranë shihet si një sinjal i angazhimit të vazhdueshëm të Washingtonit ndaj proceseve demokratike dhe zhvillimeve politike në vend. Edhe gjatë ditës së sotme kanë vijuar kërkimet për gjetjen e trupit të Armando Zajsit nga Laçi, i cili humbi jetën 2 ditë më parë në liçenin e Ulzës, teksa lëvizte me një mjet lundrues. Në operacionin e kërkim shpëtimit janë përfshirë struktura të shumta shtetërore dhe vendore, mes tyre forcat e armatosura, forca detare, Renea, policia e shtetit, shërbime zjarfikse, mbrojtja civile, si dhe 10 vullnetar nga zona. Polumbarët kanë vijuar kontrollet në thellësitë e liçenit, ndërsa kërkimet janë shtrirë edhe në sipërfaqen e ujit përmes mjeteve lundruese dhe dronëve. Në terren janë angazhuar mbi 120 efektiv dhe vullnetar të mbështetur nga pajisje të specializuara, autoambulanca dhe mjete të tjera logjistike. Me gjithë përpjekjet intensive të zhvilluara gjatë gjithë ditës, trupi 37 vjeçarit ende nuk është lokalizuar. Autoritetet bëjnë me dije se operacioni do të vazhdojë edhe në ditët në vijim, ndërsa ekipet e angazhuara mbeten në gatishmëri të plotë. Policia e shtetit ka njoftuar zbatimin e një plani masash që parashikon kufizime, qarkullimin e mjeteve të rënda gjatë sezonit veror. Sipas njoftimit zyrtar, masat janë ndërmarrë për të garantuar sigurinë rrugore dhe për të përmirësuar qarkullimin e akset me fluks të lartë lëvizjeje gjatë periudhës turistike. Kufizimet do të jenë në fuqi nga data 15 qershor deri më 15 shtator. Këto masa do të aplikohen në autostrada, rrugë interurbane dhe në segmente të tjera rrugore që lidhin zonat bregdetare dhe destinacione turistike, ku gjatë verës regjistrohet një rritje ndjeshme e trafikut. Nga kufizimet përjashtojnë mjetet e emergjencës, automjetet e policisë së shtetit dhe të institucioneve të tjera shtetërore, si dhe mjetet që transportojnë mallra të domosdoshme, përfshirë produktet ushqimore që prishen sipas përcaktimeve të udhëzimit përkatës. Po ashtu, për raste të veçanta që lidhen me furnizime kritike ose situata emergjente, autoritetet kompetente mund të lëshojnë autorizimet të posaçme në përputhje me legjislacionin në fuqi. Lëvizja vetëvendosje ka fituar një mandat shtesë pas përfundimit të numërimit të votave të diasporës, duke rritur përfaqësimin e saj në Kuvendin e Kosovës në 53 deputet. Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës ka humbur një ulse dhe tashmë do të përfaqësohet me 18 deputet. Partia Demokratike e Kosovës ka ruajtur rezultatin me 22 mandate, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të ketë 7 deputet në legjislaturën e re. Shpërndarja e mandateve është bërë sipas formulës DONT. Pas zgjedhjeve të 7 qershorit, institucionet e reja duhet të kalojnë në procesin e konstituimit të kuvendit, zgjedhjes së presidentit dhe formimit të qeverisë. Për krijimin e shumicës parlamentare dhe votimin e qeverisë, nevojiten të paktën 61 vota në kuvend, ndërsa për zgjedhjen e presidentit kërkohet pjesëmarrja e së paku 80 deputetëve në 2 raundet e para të votimit.
FBI ka njoftuar se ka parandaluar një komplot të dyshuar për sulm me dron të mbushur me eksploziv në shtëpinë e Bardh gjatë një aktiviteti sportiv të organizuar në kryeqytetin amerikan. Sipas autoriteteve, ngjarja lidhej me një event të arteve marciale të organizuara nga UFC, i cili po mbahej në kuadër të festimeve të përvjetorit të 80 të lindjes së presidentit Donald Trump. Autoritetet amerikane kanë arrestuar 5 persona të dyshuar për përfshirje në plan, ndërsa të paktën 3 prej tyre janë akuzuar për komplot për vrasje. Hetimet kanë nisur pas një informacioni të marrë nga nëna e njërit prej të arrestuarve, e cila ka sinjalizuar autoritetet për planin e dyshuar. Sipas dokumenteve gjyqësore, plani parashikonte përdorimin e dronëve të pajisur me eksploziv për të goditur zonën veriore të shtëpisë së Bardh gjatë zhvillimit të eventit sportiv i quajtur UFC Freedom 250, pjesë e aktiviteteve për 250 vjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Aktori Hollywoodit Robert De Niro ka sulmuar ashpër edhe një herë presidentin e SBA Donald Trump, duke pretenduar se SBA-t nuk janë më një vend që ai mund ta dojë, ndërsa presidenti është në pushtet. Konkretisht, aktori 82 vjeçar i shprehu këtë pikpamje gjatë eventit Rise Up, Sign Out në bashkinë e qytetit të New Yorkut, duke folur para audiencës. De Niro e krahasoi dashurinë për Amerikën në udhëheqjen e Trump me një marrëdhënie abuzive. Vendi ynë nuk është aq i denj për dashuri tani, nuk dua ta them, por të duash vendin ton, po fillon të tingëlloj si një bashkëshort i abuzuar që thotë se e do abuzuesin e tij, tha ai. Aktori më pas filloi të kritikonte administratën Trump, duke dënuar politikën e jashtme të SBA-s, zbatimin e ligjit për imigracionin e reformat e kujdesit shëndetësor.